Fundjava e fundit e muajit mars ka sjellë një fluks vizitorësh në parkun kombëtar të Qafshtamës, ku panorama e mbuluar nga bardhësia e Doborës ka tërhequr turistë nga zona të ndryshme të vendit. Peizazhi dimëror i ndërthurur me natyrën e egër dhe ajrin e pastër malor ka kthyer parkun në një nga destinacionet më të frekuentuara të kësaj fundjave. Vizitorët shijojnë jo vetëm bukuritë natyrore të zonës, por edhe gatimet tradicionale që ofrohen nga bujtinat dhe bizneset lokale. Përveç shëtitjeve në natyrë, turistët kanë mundësi të përjetojnë edhe aventura në terren përmes mjeteve të posaçme turistike. ATV-t, motorët me 4 goma, janë kthyer në një nga aktivitetet më të preferuara për vizitorët që duan të eksplorojnë shtigjet malore dhe natyrën e egër të parkut. Qafshtama është nga atraksionet më në zhvillim tani për momentin. Rinia po e pëlqen shumë dhe për këto janë futur angazhimet e reja, cilat janë kampingu, turet me motora, dhe po pëlqen mase për shkak sepse ka dhe klim shumë mirë për shëndetin, ka shumë arsye tjera, po është ndër atraksionet të mira. Është pasion, është tjetër kënaqësi, është një adrenalinë e veçantë që s'mund shpjegohet nëse nuk e provon. Ajri i pastër shumë, pisha, qetësi. Gjithat mirë. Pas rënies së Borës, duket një natyrë ndryshe. Shumë ndryshe. E ka zbardhur. Ne kemi qenë edhe herë tjera, por kemi qenë ku s'ka pas zbardhur. Ka qenë vetëm jeshil. Sot ishte më ndryshe. Një tjetër pikë e njohur që tërheq turistë në këtë zonë është edhe kroji i Nënës Mbretëresh, një prej atraksioneve më të vizituara brenda parkut kombëtar të Qafshtamës, i njohur për ujin e tij të freskët dhe historinë që mbart.